Territori i Kosovës për datën 19 nëntor 2025 do të ndikohet nga kushte atmosferike më të qeta krahasuar me ditët e mëparshme, duke sjellë mod kryesisht të kthjellët dhe pjesërisht të vranët në disa zona. Paraditja do të jetë me intervale të gjata me diell, ndërsa në disa rajone priten vranësira të her pas hershme pa rreshje. Temperatura minimale do të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 13 gradë Celsius në pjesën jugperëndimore. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 19 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 19 nëntor do të jetë në orën 6:25, ndërsa perëndimi në orën 16:17 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 5 deri në 11 gradë Celsius. Podujev 2 deri në 10 gradë Celsius. Skënderaj 4 deri në 11 gradë Celsius. Pej 7 deri në 12 gradë Celsius. Prishtinë 4 deri në 12 gradë Celsius. Gjakov 6 deri në 13 gradë Celsius. Malishev 5 deri në 12 gradë Celsius. Gjilan 6 deri në 11 gradë Celsius. Ferizaj 6 deri në 11 gradë Celsius. Kaçanik 8 deri në 13 gradë Celsius. Suhare 5 deri në 12 gradë Celsius. Prizren 6 deri në 12 gradë Celsius.